Rreshtit e Dëborës në qarkun e Gjirokastras kanë shkaktuar probleme duke bllokuar segmente rrugore në zonat malore. Sipas strukturave të emergjencave civile në bashkinë Libohov në njësinë administrative Zagori, aksi rrugor Çajup-Zhej është i bllokuar për shkak të borës. Në bashkinë Përmet, aksi rrugor për njësinë administrative Frashër kalohet me zinxhir. Në bashkinë Tepelen, aksi rrugor Salarini Vic është punuar me mjete të rënda për largimin e Dëborës dhe më pas është hedhur krip duke e bërë këtë aks të qarkullueshëm. Mjetet e forcave të armatosura bën të mundur hapjen e rrugës së fshatit Sheper Gjirokastër, ndërsa për sa i përket të rreshjeve të shiu të rëna gjatë 24 orëve të fundit nga autoriteti rrugor shqiptar për rajonin e Gjirokastrës, raportohet se akset kombëtare rrugore janë të hapura. Aktualisht të gjitha rrugët janë të hapura, nuk ka probleme bllokimesh apo vështirësi në qarkullimin e ato mjeteve. Problemet më të mëdha janë paraqitur në aksin Gjirokastër Tepelen, ku si rezultati skarpateve gjeologjikisht të paqëndrueshme kemi patur rrëshqitje masive nga shpati i rrugës, ku si rezultat depozitimet në sipërfaqe të rrugës kanë vështirësuar qarkullimin, ka patur qarkullim me një kalim. Të gjitha këto janë pastruar nga ana kontraktore dhe aktualisht situata është normalizuar. Probleme kemi patur edhe në rrugën Erind Çajup, ku si rezultati një rrëshqitje të madhe masive të kodrës përmbi fshatin Erind, depozitimet e ngurta edhe ujore janë depozituar në sipërfaqen e rrugës. Për disa ditë kemi patur probleme të tilla, aktualisht edhe aty gjendja është normalizuar, qarkullimi kryhet normalisht. Ndërkohë kemi patur probleme edhe nga rreshtet e Dëborës dhe ngricat gjatë ditëve të fundit. Mirë po bllokime rrugësh nuk kemi patur. Pikat më problematike kanë qenë përsëri rruga Erind Çajup edhe qafa e Skërficës. Strukturat e ARSH dhe emergjencat civile mbeten në katishmëri për të garantuar qarkullimin në rrugët kombëtare, ndërsa në akset problematike po hidhet skorje dhe krip për të parandaluar ngricat dhe aksidentet.